Këtë të hënë, në ditën ndërkombëtare të përkujtimit të viktimave të Holokaustit, në Tiranë u zhvilluan aktivitete përkujtimore në nderim të miliona hebrejve të vrarë, teksa u solla në vëmendje jo vetëm tragjedit njerëzore, por edhe kapitulli i veçantë i historisë shqiptare, shpëtimi i hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Sipas vendes ambasadorit të Izraelit në vendin ton, Holokausti mbetet një nga krimet më të rënda kundër njerëzimit dhe një kujtesë e përhershme për pasojat shkatërruese të urrëties, racizmit dhe fanatizmit. The Nazis did not invent antisemitism. Për fat të keq, historia e antisemitizmit nuk ka përfunduar, por përkundrazi po bëhet më e fortë, fatkesisht në dekadat e fundit dhe veçanërisht në 2 vitet e fundit. Vetëm muajin e kaluar në dhjetor, 15 persona u vranë ndërsa po merrnin pjesë në një festë të Hanukas. Pra, edhe në vitin 2026, të qenët hebre për disa është një faj që dënohet me vdekje. Prandaj është roli i brezit të ri, i juaj, të siguroheni dhe të kundërshtoni çdo formë urrëtieje që e mohon një qenie njerëzore vetëm mbi bazën e fesë, besimit apo përkatësisë etnike. Sipas dokumenteve të ruajtura në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave, ndryshe nga shumë vende të tjera europiane, familjet shqiptare të udhëhequra nga kodi i nderit Besa rrezikuan jetën e tyre për të fshehur e shpëtuar familjet hebreje. Në kuadër të kodit të nderit të Besës dhe të mikpritjes, do të thënë që jo vetëm popullsia shqiptare, pra populli i thjesht e vuri në zbatim këtë, po edhe qeveria shqiptare, edhe pse ishin në përshtimin italian dhe gjerman. Janë të shumta dokumentet që dokumentojnë se shpesh qeveria shqiptare porositë administratën e vet në gjithë Shqipërinë që të nxinin viza hebrejve që jetojnë në Shqipëri, me qëllim që ato të lëvizin në vende më të sigurta. Në mbar botën, më 27 janar përkujtohet dita ndërkombëtare e viktimave të Holokaustit. Në këtë ditë, 81 vite më parë, përkatësisht në vitin 1945, forcat sovjetike çliruan kampin nazist Auschwitz.